Alhamdulillahi Rabbil Alamin, as-salatu as-salamu ala man la nabiyya ba'da. Jemi me temat e librit Hadiul Arwah ila Biladil Afrah. Ndjellësi apo orientuesi i shpirtrave për në vendin e lumturive. Apo si që ndryshe, Wasful Janna, për shkrimi i xhennetit. I dietarit të madh të Islamit, Ibn Qayyim al-Jauzi, Allahu më shiroft, Ibn Qayyim al-Jauziyja, Allahu më shiroft. Dhe tema e radhës, se cila autori, siç e thotë edhe vetë në parethënien e tij, është tema më e bukur dhe më e rëndësishme tër librit. Pse? Ja ta dëgjojmë se çfarë thot autori. Tema thot e 65. Normalisht ne nuk kemi lexuar 65 tema, sepse siç e kemi thënë, jemi përqendruar apo jemi kufizuar vetëm tek ato tema që përmbajnë argumente të sakta. Thot, rreth shikimit të Zotit të tyre të lartësuar dhe madhështor dhe shfaqjes së tij atyre duke u buzëqeshur. Dhe shfaqjes së tij duke u buzëqeshur atyre kujt? Besimtarëve të xhennetit, banorëve të xhennetit. Thot më pas, ky kapitull është më fisniku i kapitujve të librit, më i larti në vlerë dhe më i madhi në rëndësi. Ai është një gëzim i madh për Ahlus Sunna dhe xhamatin, por njëkohësisht një nga më të rëndët për ndjekësit e bidatit dhe të humbjes. Ky është qëllimi për të cilin janë përpjekur të gjithë të përkushtuarit, pra shikimi i fytyrës së Allahut. Kanë garuar garuesit dhe janë nxituar për të më të vendosurit. Për një kënaqësi të tillë duhet të punojnë punëtorët. Kur banorët e xhenetit ta arrijnë këtë, do të harrojnë çdo begati tjetër që kanë. Ndërsa privimi, ndalimi nga kjo dhe mbulimi nga Zoti, pra nga shikimi i tij, do të jetë për banorët e xhehenemit më i rëndë se vetë dënimi i zjarrit. Pse kjo gjë? Sepse vuajtja shpirtërore është më e madhe se vuajtja fizike. Dhimbja e shpirtit është më e madhe se dhimbja e trupit. Prandaj edhe pendimi nga shikimi në fytyrën e Allahut, që është begatia më e madhe, më e bukur se vetë xheneti, është edhe dënimi më i madh. Këtë çështje, pra shikimin e Allahut, e kanë pranuar të gjithë profetët dhe të dërguarit e tjerë, sahabët dhe tabiinët, si dhe imamët e Islamit brez pas brezi. Por e kanë mohuar bidatçinët e devijuar, xehmijet. Xehmijet janë grup i devijuar, e kanë marrë të emër nga Xehm ibn Safwan, një nga figurat e tyre, apo thirrësit, spiritacit më të dalluar në grupin e tyre. Xehmijet i mohojnë cilësitë e Allahut. Pra, e mohojnë që Zoti të ketë ndonjë cilësi, nuk ka për të cilësi Allahu subhanahu wa taala, dhe as emra. Dhe cili është përfundimi i gjithë kësaj? Nuk ekziston. Pra, nuk është dëgjues, nuk është folës, nuk është shikues, nuk është i ditur, nuk është i pasur, nuk është i plot fuqishëm etj, nuk ka këto emra etj, fund çan dal asgjë. Mohimi i Allahut subhanahu wa taala. Dhe thonë që Kurani është i krijuar dhe jo fjala e Allahut. Dhe japin përparësi arsyes ndaj argumentit, shpalljes. Pra kanë mohuar diçka të tillë xehmijet, e kanë mohuar ndër të tjerë edhe batinijunët. Batinijunët është një term që përmbledh, përfshin grupe të shumta, të cilët quhen batinijun sepse i komentojnë, nuk e mohojnë kuptimin që është në aparencë të argumentit, pra kuptimin si përfaqësi atë që ka në aparencë të argumentit, dhe thonë nuk është kuptimi, por është diçka tjetër. Këtë gjë e bëjnë dhe qëllimi është të mohojnë cilësitë e Allahut. Të mohojnë cilësitë e Allahut. Pra kur vjen tek cilësitë e Allahut azza wa jalla që është dëgjues, son nuk është ky kuptimi, është diçka tjetër.
dhe mohojnë si cilësitë e Allahut, dhe shumë veprojnë edhe me argumentet e tjera. Kanë mohuar për ato batinijunët, kanë mohuar rafidat, ndryshe janë edhe shiat, quhen edhe shia. Shia do të thënë grup, ndërsa rafida, u quajtën rafida, mohues, refuzues, për shkak të sepse ata deklaruan refuzimin dhe distancimin nga Ebu Bekri dhe Umeri, radiallahu ta'ala anhuma, ndër këta dy sahab të nderuar. Dhe këta i ka themeluar Abdullah ibn Sebe, Qifut, i cili u hoq si musliman, me qëllim për të prishur besimin e muslimanëve. Dhe erdhi me deklarimin, me pretendimin që kishte dashuri të madhe për familjen e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe thërrisë në hynizimin e Aliut radiallahu ta'ala anhu. Dhe pra i kanë mohuar, ndër të tjera janë këto që përmendi autori, të cilët janë kapur pas frerëve të shejtanit dhe janë ndarë nga litari i Allahut, janë të zhytur në sharje ndaj sahabëve, kush? Rafidat, ndaj sahabëve të profetit alayhi salatu selam, janë në luftë kundër sunnetit dhe i thtarëve të tij dhe në paqe me çdo armik të Zotit dhe të dërguarit dhe të fesë. Rafidat armiq besimtarve, miq të pabesimtarve. Të gjithë këta janë të penguar nga shikimi i Zotit të tyre, të dëbuar nga dera e tij. Ata janë grupet e humbura, të mallkuarit, armiqt e profetit dhe palës së tij. Zoti i lartësuar ka treguar për më të diturin nga krijesat e tij në atë kohë, që ishte Musa alayhis salam, i cili foli drejt për drejt me të. Pra në kohën e Musa alayhis salam, kush ishte më i dituri? Natyrisht profeti i Allahut, Musa alayhis salam. I afërmi dhe i përzgjedhur i Zotit nga njerëzit në tokë, se ai i kërkoi Zotit ta shihte. Edhe Zoti i lartësuar ju përgjigj: "Lan tarani, walakin inzur ila al-jabal, fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani, falamma tajalla rabbuhu lil-jabal ja'alahu dakka." Kur Musa alayhis salam tha: "Më mundëso Zotim të shoh ty", Allah subhanahu wa taala i përgjigj dhe i tha: "Ti nuk do të më shohësh, por shiko malin, nëse qëndron në vendin e vet, atëherë do të më shohësh. Por kur Zoti i tij ju shfaq malit, ai e bëri atë copë. Dhe thot më pas Ibn Qayyim, Allah më shërof, në këtë ajet kuranor ka disa argumente. E para thot, nuk është e drejtë të mendohet për atë që Allahu i foli, pra për Musa alayhis salam, të dërguarin e tij, që t'i kërkoj Zotit të tij diçka që nuk lejohet. Kjo është krejtësisht e pavërtet dhe e pamundur. Cila? Pra që Musa alayhis salam t'i kërkoj Allahu diçka që është ndaluar. Përderisa ja kërkoj, tregojnë që është e mundur diçka e tillë. Argumenti i dytë, Allahu i lartësuar nuk e qortoi Musain për kërkesën e tij. E sikur ajo të ishte e pamundur, ai do ta kishte qortuar. Për këtë arsye, kur Ibrahimi, miku i Allahut, i kërkoi Zotit të tij që t'i tregoj si ngjall të vdekurit, Allahu nuk e qortoi, por ja solli shembullin. Kur Isa, i biri i Meremës, kërkoi nga Zoti që të zbres sofrën nga qielli, Allahu nuk e qortoi, por ja zbriti sofrën. Por kur Nuhu kërkoi nga Zoti që ta shpëtoi të birin e tij, ai e qortoi. Dhe i tha: "Inni a'idhuka an takuna min al-jahilin." Unë të këshilloj të mos jesh nga të paditurit. Pra kur profetët e përmendur më parë bën një kërkesë, Allahu nuk i qortoi dhe ja dha. Pra gjë që tregon se lejoheshin kërkesa të tilla. Prandaj, por kur Nuh alayhis salam bëri një kërkesë, para jo ishte gabuar, e qortoi. Prandaj thot, cili është kuptimi? Thot, nëse kërkesa Musait do të ishte gabuar, do ta kishte qortuar Allahu azza wa jall. Siç veproi me Nuhun, i cili kur u qortuar nga Zoti i tij tha:
Qala rabbi inni a'udhu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilm wa illa taghfir li wa tarhamni akum min al-jahilin. O Zoti im, kërkoj strehim të ti që të mos të kërkoj gjëra për të cilat nuk kam dieni, dhe nëse nuk më fal dhe nuk më mëshiron, do të jem prej të humburve. E treta thot, Allahu ju përgjigj Musait a.s. me fjalët lan tarani, nuk mund të më shosh, nuk do të më shosh, dhe nuk i tha nuk më shet dot, apo nuk mund të shihem, apo shikimi im është i pamundur. Por i tha nuk më sheh. Dhe dallimi mes këtyre përgjigjeve është i qartë për atë që mendon. Kjo tregon se Allahu i lartësuar mund të shihet, pra nuk i dha mohim të përhershëm. Nuk i dha pamundësi të përhershme, pra kur nuk të ndodhë diçka e tillë. Por i tha nuk më sheh. Prandaj thot Ibn Qayyim Allahu mëshiroft, kjo tregon se Allahu i lartësuar mund të shihet, por Musai nuk kishte forcë për ta përballuar një gjë të tillë në këtë botë, për shkak të dobësisë fizike të njeriut për të përballuar shikimin e Zotit të tij. Këtë e bën më të qartë edhe argumenti i katërt thot. Ku Allahu subhanahu wa taala thot, fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Por nëse mali qëndron në vendin e vet, atëherë do të më shohësh. Thot Ibn Qayyim më pas, Allahu i tregoi Musait se mali përkundrejt fortësisë, qëndrueshmërisë së tij nuk mundi të rezistojë shfaqjes së Allahut në këtë botë. Ju shfaq Allahu malit? Malit, çfarë ndodhi me malit? U bë cop, edhe pse është shkëmb dhe shumë i madh. Atëherë si mund të rezistojë njeriu i dobët, i krijuar nga diçka e dobët, që dhe fillesat e krijimit të tij ka dobta? E pesta thot, Allahu i lartësuar është ai që mund ta bëjë malin të qëndrojë në vendin e tij. T'i japi fuqi, rezistencë malit që ta përballojë shikimin e Allahut. Dhe kjo nuk është diçka e pamundur për fuqinë e Allahut. Përkundrazi është e mundur thot, dhe ai Allahu e kushtozoi shikimin e tij me këtë mundësi, me rezistencën, qëndrueshmërinë, përballimin. E po të ishte shikimi pamundur në vetvete, ai nuk do ta kishte kushtozuar me diçka të tillë. Pra s'do të kishte ndonjë vlerë kushtozimi. Sepse është e pamundur, si të jetë i fortë mali, si mos jetë, është e pamundur. Prandaj nuk ka pse të vijnë kushte të tilla, qëndrueshmëria. E gjashta thot, fjala Allahut të lartësuar, falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka, kur Zoti i tij ju shfaq malit, ai e bëri atë copë. Kjo është një prej argumentave më të qarta që tregon mundësinë e të parit të Allahut. Sepse nëse është e mundur që ai Allahu t'i shfaqet një mali, që është një krijesë, trup i pa jetë, pa shpërblim, pa ndështim, pa përgjegjësi, atëherë si mund të përjashtohet mundësia që ai t'u shfaqet profetëve, të dërguarve dhe të dashurve të tij në botën e nderimit, në botën e përtejme, dhe t'u tregoj veten atyre, pra përderisa Allahu ju shfaq malit, atëherë shfaqja profetëve, robërve të tij të dashur, është akoma dhe më parësore për këtë gjë. Kështu Allahu i lartësuar e njoftoi Musain se nëse një mal nuk qëndroi para shfaqjes së tij në këtë botë, atëherë njeriu është edhe më i dobët se ai, se vetë mali. E shtata thot, Allahu i lartësuar i ka folur Musait drejt për drejt pa ndërmjetës. E ka thirrur dhe i është drejtuar atij. E ka thirrur në emër. Ka bërë bisedë me të. Krijuesi me krijesën. Dhe ai i cili është i aftë dhe ka fuqi t'i flas dikujt dhe tjetrit, pra njeriu, t'ia bëj që t'i dëgjoj fjalët e Zotit të tij dhe t'i kuptoj ato në mënyrë të drejtë për drejtë pa ndërmjetës, është i mundshëm dhe i fuqishëm që edhe t'ia bëj të mundur krijesës ta shohë atë. Pra nuk ka dallim, thot Ibn Qayyim.
Allah subhanahu wa taala është ai që i mundësoi Musait alayhis salam që ta dëgjoj fjalën e Zotit. Drejt për drejt, jo me ndërmjetës, por drejt për drejt, me zë. Dhe ti kuptoj fjalët e Zotit. Dhe Musai të përgjigjet. Atëherë ai i cili ka fuqi të bëjë këtë gjë, ka fuqinë që edhe ti mundësoj njeriu ta shoh Zotin e tij. Prandaj nuk mund të mohohet mundësia të parit të Allahut pa mohuar edhe të folurit e tij. Pra, siç është kjo, është edhe gjë tjetra, pra nuk ka ndonjë dallim. Prandaj thot Ibn Qayyimi, Allah më shirov, grupe si filozofët dhe xehmijet i kanë mohuar të dyja. Kanë mohuar që Allahu të flasë me ndërkënd dhe kanë mohuar që dikush ta shoh atë. Prandaj thot Musai alayhis salam kërkoi të shihte Zotin, sepse tashmë e kishte dëgjuar fjalën e tij. Dhe profeti i Allahut të kuptoi se të shohësh Zotin është e mundur, nga fakti se ai i foli, por Allahu nuk i tha se është e pamundur që të shihet. Përkundrazi, i tregoi se ajo që kërkonte nuk ishte e përballueshme për të, dhe se jo nuk mund të shihet, ashtu si mali që nuk qëndroi para shfaqjes së tij. Dhe për sa i përket fjalës së Allahut, "Len tarani", ti nuk mund të më shohësh, kjo nuk tregon thot mohimin e përhershëm. Pra se nuk më shet dot kurrë. Nuk është ky kuptimi. Se kjo pjesë zamohuese len, që vjen në gjuhën arabe, është pjesës mohuese. Në këtë rast nuk më sheh. Len tarani. Por jo se ka kuptimin e përhershëm, pra mohim të përhershëm që vazhdon gjatë gjithë kohës. Jo. Siç e përmendin edhe dietarët e gjuhës arabe këtë gjë, që nuk ka kuptimin e përhershmërisë. Dhe si një shembull Ibn Qayyim, siç është fjala e Allahut të lartësuar, "O len yatamannahu abada", dhe ata kur nuk do ta dëshirojnë vdekjen. Dhe ata kur nuk do ta dëshirojnë, por dhe vjen me pjesën zënë mohuese len. Pjesën zënë mohuese len. Por në një tjetër ajet ka thënë, "O nadau ya Malik liyaqdi alejna rabbuk", dhe ata thirrën, "O Malik, le të na përfundoj Zoti yt jetën." Pra të na sjell neve vdekjen. Pra nuk do të dëshirojnë vdekjen në dynja, sepse e kanë frikë takimin me Allahun subhanahu wa taala. Dhe thot më pas autori në një nëntemë në vazhdim të këtij kapitulli, argumenti nga Kurani për takimin me Allahun. Fjala e Allahut të lartësuar, "Wattaqullaha wa'lamu annakum mulaqu", keni frikë Allahun dhe dijeni se do të takoheni me të. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam. Përshëndetja e tyre ditën kur do ta takojnë atë do të jetë paqe, salam. Wa qala alladhina yadhunnuna annahum mulaqullah. Than ata që besonin se do ta takonin Allahun. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan. Kush preson në takimin me Zotin e tij, le të bëj vepra të mira. Pra në këto ajete u përmend takimi me Allahun. Këto janë disa nga ajetet. Dhe thot më pas autori, të gjithë dietarët e gjuhës arabe janë në një mendje se kur thuhet se një njeri takon dikë tjetër, bëhet fjalë për dikë të gjallë, që pa mangësi, pra që sheh, që dëgjon, që flet. Dhe kjo fjalë dhe gjithashtu nënkupton shikim të drejtë për drejtë. Pra kur thuhet do takoj filani tjetrin, dikën tjetër, a nuk nënkuptohet që edhe do e shikoj atë? Po, që do flas me të? Po. Atëherë kur kjo është ndërmjet krijesave, është e mundur, patjetër që kur bëhet fjalë edhe për krijuesin, në kuptimin gjuhësor, e përmban kjo gjë. Termat gjuhësor përmbajnë këtë gjë edhe me krijuesin. Pra që do ta shohësh, do ta dëgjosh, do të flasësh me të, siç vijnë argumente të tjera të shumta, ku Allah subhanahu wa taala do t'i drejtohet njerëzve në përgjithësi, por edhe njerëzve të ndryshëm në veçanti.
Dhe ky kuptim nuk është në kundërthënie dhe nuk bie poshtë nga fjala tjetër e Allahut të lartësuar, fa aqabahum nifaqa fi qulubihim ila yawmi yalqawna. Dhe ai u vendosi hipokrizin në zemrat e tyre deri në ditën kur do ta takojnë atë, sepse nga hadithet e qarta dhe të sakta mësojmë se edhe hipokritët do ta shohin Allahun në ditën e gjykimit. Pra mund të thotë dikush, jo, s'është ky kuptimi që do të shihet Allahu me takimin, sepse Allahu në Kur'an thotë për hipokritët se ditën kur ata do ta takojnë atë. Nuk është e vërtetë. Prandaj thotë për ai që tenton që do të mohojë këtë gjë, përpiqet gjej argumente, përpiqet sepse argument nuk ka. Thotë Ibn Qayyim, nuk ky ajet që nëse e sjell këtë ajet thotë nuk është argument, pse? Sepse vijnë hadithe të sakta që edhe hipokritët do ta shohin Allahun në ditën e gjykimit, madje edhe jo besimtarët thotë, siç transmetohet në 2 librat e saktë të hadithit, pra të Buhariut dhe Muslimi, ku përmendet shfaqja madhështore e Allahut në atë ditë të madhe, dhe për këtë do të flasim më gjerësisht më vonë, thotë inshallah, pra në temat në vijim. Dhe për këtë çështje dietarët e besimit të pastër kanë 3 mendime. Që kush do ta shohë Allahun? Mendimi i parë që vetëm besimtarët do ta kenë nderin të shohin Allahun. Mendimi i dytë, të gjithë njerëzit, besimtarë dhe pabesimtarë dhe hipokrit, do ta shohin Allahun në fillim të ditës së gjykimit, por më pas ai do të fshihet pabesimtarëve dhe ata nuk do ta shohin më. Mendimi i tretë, vetëm hipokritët do ta shohin Allahun ndër llojet e pabesimtarëve. Pra besimtarët do ta shohin thonë, ndërsa nga pabesimtarët vetëm një lloj, hipokritët. Dhe kjo fillimisht, sepse ata do të përfundojnë në zjarrin e xhenemit më pas. Dhe të treja këto mendime thotë janë të njohura në shkollën juridike, pra në medhebin e Imam Ahmedit, dhe janë përcjellur nga nxënës dhe pasues të tij. Por kështu të 3 qëndrimet ekzistojnë edhe për çështjen a do t'ju flas Allahu atyre në ditë njerëzve në ditën e gjykimit apo jo. Pra do t'u flas të gjithëve apo vetëm besimtarëve apo edhe hipokritëve e tjerë. Dhe Allahu i lartësuar ka thënë: "Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi." O njeri, ti me mundim me përpjekje po ecën drejt Zotit tënd dhe do ta takosh atë. Nëse këtu fjala takim i referohet veprës, atëherë kuptimi është do t'i shohësh veprat e tua të shkruara në librin tënd. Por nëse i referohet vet Allahut, atëherë kuptimi është do të kesh një takim të drejt për drejt me Zotin tënd, siç është përmendur në Kur'an. Dhe vazhdon Ibn Qayyim, Allahu mëshiroft, në mbështetje të kësaj të vërtete që është shikimi i Allahut, duke sjell një nëntemë tjetër me argumentin e tretë, që është fjala e Allahut të lartësuar: "Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim lil ladina ahsanu al husna wa ziyada wa la yarhaqu wujuhum qatarun wa la dhilla ulaika ashabul janna hum fiha khalidun." Rahmukallah. Allahu thret për në shtëpinë e paqes, vendin e paqes, cili është xheneti. Dhe atë që do e vë në rrugë të drejtë, e udhëzon. Atyre që bëjnë vepra të mira ju takon el husna. Ne përmendin fillimisht arabisht sepse do të trajtohet. Edhe ziyade. Fytyrat e tyre nuk i mbulon pluhurizi e as në çmimi. Ata janë banues të xhenetit dhe aty janë përgjithmonë. Thot më pas Ibn Qayyim, Allahu mëshiroj. Fjala el husna, pra që përmend Allahu në Kur'an, atyre që bëjnë vepra të mira u takon el husna, ka për qëllim xhenetin. Kuptimi është xheneti. Pra atyre që bëjnë vepra të mira u takon xheneti. Por edhe ziyade. Fjala ziyade ka kuptimin por edhe më tepër. Cili është më tepër se xheneti? Thot shikimi i fytyrës së tij të nderuar. Pra kemi xhenetin, por edhe ziyade, edhe më tepër se xheneti. Atëherë çfarë mund të jetë më tepër se xheneti? Pra më i mirë, më i bukur, më i mrekullueshëm se xheneti, fytyra e Allahut të lartësuar, më i bukuri. Më i bukuri.
Kështu e ka shpjeguar të ajet kuranor i dërguari i Allahut, të cilit i është zbritur Kur'ani, por edhe sahabët e tij, siç transmeton Imam Muslimi në Sahihun e tij nga Suhejb ibn Sinan ar-Rumi, radhiyallahu ta'ala anhu, i cili ka thënë: I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam e lexoi këtë ajetin që lexuam më parë dhe tha: Kur banorët e xhenetit të hyjnë në xhenet dhe ata të zjarrit të hyjnë në zjarr, një thirrës do të thras: O banorët e xhenetit, ju keni një premtim nga Allahu që ai dëshiron t'ju përmbush. Ata do të thonë: Çfarë është ky premtim? A nuk i rëndoi Zoti ynë peshoret tona, pra nga veprat e mira na shpëtoi? A nuk i zbardhi fytyrat tona? A nuk na futi në xhenet dhe na shpëtoi nga zjarri i xhehenemit? Pra çfarë mund të ketë tjetër pas kësaj mirësie të madhe, pas këtij shpërblimi? Thot profeti alayhi salatu selam, ai do ta heq mbulesën dhe ata do ta shohin atë. E nuk do t'u jepet atyre ndonjë gjë më e dashur se sa shikimi i tij. Kjo është e zjade, shtesa. Allah na mundsoft. Shohim fytyrën e tij të nderuar. Dhe thot më pas Ibn Qayyim, dhe për sa i përket sahabëve, pra komentimit të sahabëve rreth ajetit kuranor, pra kemi koment nga profeti alayhis salam, por edhe nga sahabët, për cilët nga Hudhaifa ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu rreth fjalës së Allahut lilladhina ahsanul husna wa ziyada, për ata që bën vepra të mira ka husna dhe shtesë. Pra husna është shpërblimi me të mira, thot, ka thënë husna është xheneti, ndërsa ziyade, shtesa, thot, shikimi në fytyrën e Zotit të tyre të lartësuar. Shikimi në fytyrën e Zotit të tyre të lartësuar. Pra vetë sahabi i profetit alayhis salam e komenton të ajet kuranor me të gjë. Gjithashtu përcillen nga Ikrima dhe Mujahid, të dy nxënësat e Ibn Abbasit, komentues të mëdhenj të Kuranit, se kanë thënë në lidhje me këtë ajet kuranor se fjala al-husna ka kuptimin e xhenetit, ndërsa fjala ziyade shtesë shikimi në fytyrën e Allahut. Dhe këta të dy e kanë marrë komentimin e Kuranit nga vetë Ibn Abbasi, shekhu i tyre. Dhe Ibn Abbasi më i dituri për komentimin e Kuranit, me bereqetin e duas së profetit alayhis salatu wasallam, Allahumma allimhu at-ta'wil, o Allah mësoi atij interpretimin e Kuranit. Dhe thot më pas Ibn Qayyim, por edhe nga selef të tjerë kanë thënë për cilën transmetime të sakta për ajetin o la yarhaqu wujuhum qatar wala dhilla, fytyrat e tyre nuk do t'i mbuloj pluri as në çmimi, kur do të ndodhë kjo gjë? Pas shikimit në fytyrën e Allahut. Pasi të përjetojnë të mirësi, atëherë fytyrat e tyre do të jenë gjithmonë të bardha. Nuk do të mbulohen nga pluri i zi i xhehenemit. Dhe as nuk do të nënçmohen kurrë, sepse u nderuan me këtë shpërblim, u nderuan me këtë shikim në fytyrën e Zotit të nderuar. Dhe thot më pas, dhe Allahu i lartësuar e renditi dhe e lidhi fjalën shtesë me fjalën el husna, që është xheneti. Kjo tregon se kemi të bëjmë me diçka tjetër përveç xhenetit. Pra u përmend kjo, u përmend dhe kjo. Dhe përderisa u përmend me lidhsen dhe xheneti dhe shtesa, atëherë tregon që qendra xheneti, por qendra dhe diçka më e lartë se vetë xheneti dhe që është shikimi në fytyrën e Allahut të lartësuar. Ndërsa ata që e kanë komentuar fjalën ziyade si falje dhe kënaqësi nga Zoti, nuk është kuptimi se ata e mohojnë diçka të tillë, nga selefët pra. Por kanë përmendur shpërblimet, rrjedhojat, dobit, përfitimet kur shef fytyrën e Zotit të nderuar që merr kënaqësinë e tij dhe merr faljen e tij. Kto janë pra disa nga çështjet e kësaj teme. Kjo është një temë gjatë, është tema më e gjatë e librit dhe meriton të jetë e tillë sepse bëhet fjalë për shpërblimin më të madh se vetë xheneti. Dhe duke qenë se, siç e përmendi autori, ekzistojnë grupe të humbura që e mohojnë të shpërblimin më të madh, atëherë është e rëndësishme për besimtarin që mos i humbi atij ky shpërblim, ta njohë të temë. Prandaj edhe autori zgjerohet dhe ne do ta vazhdojmë zgjerimin e autorit në netët e ardhshme.
Elusim Allahun subhanahu wa taala të na mundësoj shitimin në fytyrën e tij të nderuar. Wa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.